Rikthehemi në Fokus, shikues të nderuar, këtu në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Do të jem në studio me deputetin aktual të Kuvendit të Shqipërisë, njëkohësisht kandidatin për deputet në qarkun e Vlorës nga koalicioni Djathtas për Zhvillim, zotin Arbi Agalliu. Mirëmbrëma zoti Agalliu, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë të jem në studio si gjithmonë me ty, Ermal. Kënaqësi edhe për mua që je sot në këtë studio ku do të flasim së bashku për kandidimin tuaj, pritshmëritë në këto zgjedhje, por edhe situatën aktuale politike në vend dhe në veçanti këtu në qarkun e Vlorës. Zoti Agalliu, ju jeni kandidat për deputeti koalicionit Djathtas për Zhvillim. Si u krijua ky koalicion? Atëherë, ky koalicion në fakt përbëhet nga dy subjekte politike. Një është Djathtas 1912, e cila u krijua nga një grup deputetësh dhe individësh të cilët u shkëputën zyrtarisht nga Partia Demokratike në momenti kur vula dhe logo i shkoi Partisë Demokratike. Është një hidhërim fatkeqësi dhe në thonjza një vuajtje shpirtërore shkëputja, por ishte e vetmja mënyrë për t'i dhënë zë atyre qytetarve, atyre individve që besojnë së paku në tre parime në sistemin e drejtësisë, që sot po të vëshre, po qonë për para bankës akuzorve apo mbas hekurave këdo që ka bërë korupcion, duke filluar nga njerëz me peshë politike si Veliaj, ministrat që lidhen me inceneratorët, e famshmja PSD. Kishim para pak ditësh drejtorin e prokurimeve e kështu me radhë. Pra është kushti ynë i domosdoshëm mbështetja pa kushte e drejtësisë, e cila në fakt nuk ka guxuar në këto 35 vite të vendosi njerëzit me peshë politike në bankën e të akuzuarve. Së dyti është një orientim i qartë perëndimor, dhe së treti listat e hapura, listat ku janë qytetarët, ata të cilët do të zgjedhin individin apo deputetin përfaqësuesin e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Fatkeqësisht, kjo liri na mungoi në përditshmërinë tonë, ndaj krijuam edhe këtë subjekt. Jemi bashkuar po kështu me LZHK-n, ku përfaqësues është zoti Dashej, një individ i sprovuar në politikën shqiptare, ka qëndruar strikt në disa parimeve, nuk është përfolur kur për afera korruptive. Dhe besojnë fort që të gjithë ata qytetarë të cilët janë të zhgënjur nga kjo politika aktuale, nuk gjejnë hapësira, shikojnë të njëjtat personazhe në 35 vite, thjesht ik njëri dhe hajde tjetri, të jenë të qetë dhe të qartë në 11 maj për të votuar koalicionin tonë Djathtas për Zhvillim numrin 9. Kështu që këtu niset e ky rrugtim për të bashkuar vota dhe për të qenë një lloj maksimizimi në rezultatet e zgjedhjeve të 2025 tashmë në 11 maj. Në fakt, ju ishit një deputet i rreshtuar dhe për krah Lulzim Bashës dhe këtë gjë në fakt nuk mund ta mohojmë dot, apo jo? Absolutisht kam se si ta mohoj. Si ishte ndarja me zotin Basha? Shiko, Ermal, unë nisa një rrugtim në Partinë Demokratike në datën në rreth vitit 2014, kur fatkeqësisht opozita në atë moment Partia Socialiste erdhi në pushtet 2013 dhe Partia Demokratike doli në opozitë me 1 milion vota. Dhe po fatkeqësisht shumë zyrtarë të Partisë Demokratike, të cilët u ndëshkuan nga qytetarët për aferat korruptive, gëzonin pasurinë e tyre të vendosur në atë lloj forme. Janë bashkuar Partisë Demokratike pikërisht në atë moment, në ditën më të keqe të saj, ku shumë e braktisën, me një lloj angazhimi profesional, pasi vi nga fusha e akademisë mësimdhënies në universitet rreth 19 vite tashmë. Rrugtova me Partinë Demokratike dhe mu mundsua dhe e vlerësoj jashtëmase, nuk e kam mohuar kurrë, në 2021 të jem kandidat për Partinë Demokratike në qarkun e Vlorës, punuam të gjithë së bashku, kush më shumë, kush më pak, dhe morëm atë rezultat që morëm. Por në ngjarjet që ndodhen, unë thash edhe një herë, u rreshtova në këto parime që duhet të ketë një fund tranzicioni politik, individët të cilët kanë probleme
me drejtsin apo kanë mbyllur një cikël politik, do duhet të triqen, të gëzojnë senioritetin e tyre, të jenë mbështetës për një klasë të re, të jenë aty orientues dhe le të themi si udhëheqës shpirtëror dhe duke dhënë leksione nga eksperienca që ata kanë, por sot në 2025-ën rinia shqiptare, qytetarët shqiptar duan vitalitet dhe kërkojnë një klasë tjetër dhe kjo duket qartë tashmë dhe duke mos gjetur hapësirat në këtë rrugtimin, u detyruam thamë që krijuam këtë lloj subjekti. U shkëputa pikërisht për to tre parime. Dhe do të ishte shumë e thjeshtë për mua, nëse do të kisha parë interesin personal, të qëndroja aty, të ulja kokën si shumica prej kolegëve të mi që fatkeqësisht deri dje akuzonin në rënd zotin Berisha dhe më pas filluan t'i bënin lajka. Unë e kam vlerësuar dhe vlerësoj figurën e zotit Berisha për arritjet dhe sukseset e tij në politikën shqiptare dhe atë çka i ka dhënë Shqipërisë, por në thonjza i dalë për balë dhe nuk jam totalisht dakord me faktin që nuk e lë të rritet Partia Demokratike, nuk e hap Partinë Demokratike, se po të shikosh janë të njëjtët individ. Për shembull, për marr rastin e Gjirokastrës, që në 91-shin zoti Shej është i pari në listë në Gjirokastrë. Nuk pas ka Gjirokastra një individ tjetër të ri tashmë për t'i dhënë një lloj frymarrje, dhe këtë gabim ndoshta e ka bërë dhe në qarqe dhe në vende të ndryshme, duke mos i dhënë hapësirë. Për shembull, marr Vlorën, nuk mund të jetë Vangjel Dule përfaqësues i votës të djathtëve të Vlorës, sepse është fatkeqësi që mundi patjetër nëse do të ishte në koalicion të përfaqësoja aty, por jo numri 2 i qarkut të Vlorës. Është e papranueshme nga shumica e të djathtëve, besoj. Kështu që në këtë kontekst unë ndaj me ta me ndaj mendime të ndryshme, nuk kam parë askënd si armik, i shikoj si kundërshtar idesh politike, si dy miq që mund të shikojnë një ndeshje futbolli, por ndajnë mendime dhe bëjnë tifozllëk për ekipe të ndryshme. Unë besoj sot që politika shqiptare duhet kalojë në një nivel të tillë emancipimi, ku diskutimet që bëhen të jenë mbi parime, dhe jo të kaloj pasaj në luftra personale të cilat nuk i shkojnë Shqipërisë 2025-ës, nuk i shkojnë brezit të ri, sepse po të vështre ermal, politika shqiptare në këto vite ka injektuar në jetën publike mëllef, vrerë, dhunë, korupcion, çka përkthehet në gjithë zinxhirin e shoqërisë. Kështu që do të ishte udhës që të gjithë ata që merren me politikë, që artikulohen publikisht, së pari të tregojnë qytetari dhe nivel të lartë të sipërmarrjes politike, për të ndarë dhe për të kundërshtuar idet e gjithë secilit. Për shembull, unë jam për taksën e ulët, jam për një shtet të vogël, por jo në aspekte të cilat aspekte linçuese dhe aspekte të cilat japin shoqërisë shqiptare një lloj ngjyrimi pa kënaqësie gri, ku më së shumti ja ka dhënë ky kryeministër që ka kthyer këtë vend, besoj unë, në një vend të pajetueshëm, dhe këtë tregojnë shifrat, nuk e tregon Arbi se kandidon përballë këtij kryeministri, por e tregojnë shifrat. Dhe shifrat flasin që nga 2012-a në 2022-shin, sipas Eurostatit janë mbi 700.000 shqiptar të larguar nga Shqipëria. Imagjinoni sikur 1 euro në ditë të shpenzonin ekonominë shqiptare, janë 750.000 euro në ditë që duhet të ishin këtu. Kështu që kjo është pak a shumë ajo qasja ime personale në politikë. Megjithatë, unë mendoj se ndoshta dhe qytetarët do të ishte më mirë që kontributi juaj në Partinë Demokratike dhe në qarkun e Vlorës do të rritë natyrshëm nëse sot ju mund të ishit përkrahas zotit Berisha, ashtu sikur ndërbëri shumica, për të patur një mandat ndoshta të sigurt në kuvendin e Shqipërisë. Jo mandat personal si kundër e thatë ju, por për të vijuar misionin që ju keni në politikë. Pse nuk e zgjodhët zotin Berisha kur shkoi shumica pas zotit Berisha, por vendosët të shkonit djathtas për zhvillim? Sepse zoti Berisha tradhtoi për mua atë që duhet ishte lufta me këtë mazhorancën. Po të vini re, zoti Berisha bashkoi votat me gjithë deputetët e tjerë demokrat
për të amnistuar 143 apo 144 të dënuar nga SPAK dhe GKKO. Ndër këta janë mbi 30 apo 40 individ të cilët janë dënuar për krime zgjedhore. Pra atë që zoti Berisha deri dje e quante masakre elektorale dhe u bë ai libri për t'i dënuar ta individ, bashkon votat me Edi Ramën dhe i nxjerr këta, i liron këta individët që kanë vjedhur votën e një demokrati dhe kanë shuar tek Partia Socialiste, votat e deputetëve të Partisë Demokratike në zotin Berisha i kanë nxjerrë në rrugë. Një. E dyta, nëse sot sistemi i drejtësisë vendos përpara Erion Veliajn, Vangjush Dakon, Lefter Kokën, Alçi Bllakon, dosjen 5D, shumë kryetar bashkish të tjerë, unë si opozit do duhet ta mbështes këtë sistem për t'i thënë vazhdo, shko deri te kryeministri, nëse ka vjedhur dhe për mua është e pamundur që gjithë ekipi i tij të vjedhi dhe ai mos të di gjë. Kemi prej SPAK-ut kemi sot Sajmir Tahirin të nxjerrë jashtë politike, kemi Ilir Beqen të nxjerrë jashtë politike, e kështu me radhë. Kemi bandat të cilët kemi bajrat e Shkodrës që sot janë nga SPAK-u brenda, të cilët në zgjedhjet e 2023-shit hynin në qendrat e votimit në Shkodër. Kemi Suel Çenën e Elbasanit nga SPAK-u sot të marr. Pra në këtë kontekst, një kryetar opozite që do ta luftojë qeverinë nuk vetë dhe thot që SPAK-u është organizat kriminale dhe bën çfarë thotë Edi Rama. Jo zotëri, sepse SPAK-u sot Edi Ramës po të marrësh lapse dhe me letër, i ka hequr rreth 500.000 vota. Iq Arben Ahmetajn, iq Erion Veliajn, iq Lefter Kokën, iq Vangjush Dakon. Dhe ku shkojnë këto vota? Këto janë vota të cilët i din shqiptarët ku do shkojnë, unë them ja kanë hequr në kuptimin e presionit elektoral që bënin këta individ, këto grupe kriminale apo këta individ me pushtet politik. Ndaj do duhet që një opozitë e vërtet të thotë zotëri, drejtësia të bëj rrugën e vet, pavarësisht problemeve që ka, dhe ne do të mbështesim. Por nëse ti ke vetë probleme me drejtësinë, nuk e thua dot këtë Ermal. Je i detyruar që të bashkohesh me mazhorancën për t'i bërë presion pikërisht SPAK-ut, duke bërë amnisti, duke krijuar komisionin Xhafa dhe duke mbi të gjitha tjetërsuar reformën zgjedhore. Sot Sali Berisha i ka dhënë Edi Ramës 12 deputet pa nisur betejë elektorale. Si ja ka dhënë? Me votën e emigrantëve. Nëse ti dhe unë sot do vemi të votojmë në qendër votimi, do na merren shenjat e gishtave, do firmosim, do na merret pasaporta, do çekohet midis syve të vëzhguesve dhe komisionerëve do marrin fletën e votimit dhe do votojmë në dhomë të fshet dhe pastaj do numërohet vota. Me gjithë këtë proces dhe prap kjo mazhorancë arrin e tjetërson votën. Por çfarë ka ndodhur me emigrantët? Emigrantët kanë lëshuar ta ulan ballën përtej Adriatikut, kjo mazhorancë dhe me një forma shkon dhe ju thot shqiptarve që janë në Greqi, në Itali, në Gjermani, nëse ju më sillni atë zarfin që do ju vi bosh, unë do ju jap X para në këmbim të zarfit. Pra ju po thoni se kanë nisur pazaret me votën e emigrantëve dhe se vota e emigrantëve nuk do të jetë e sigurt? Vota e emigrantëve nuk mund të jetë e sigurt kur nuk votohet, kur transportin do ta bëjë Edi Rama, kur nuk ka kushte minimale të ruajtjes votës. Pse një emigrant në Greqi apo në Itali do votoj familjarisht në shtëpi, do i vej zarfi, janë të gjithë bashkë dhe një shqiptar këtu bën gjithë të proces për të monitoruar votën. Po bashkë me opozitën e votoi Edi Rama. Të po të them. Ky ka qenë propozim i Sali Berishës. Ndaj unë nuk jam sot e Sali Berisha. Pikërisht minimalisht për këto 3 akte, një reformë zgjedhore ku ku peshat më të mëdha të Partisë Demokratike janë struku në listën e mbyllur. Nuk kanë, jo për të thënë, do të ishim pak tek emigrantët. Ju do të ishit kundër votës së emigrantëve në këto momente apo me rregulla të tjera loje? Unë do të isha ashtu si e propozuan ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët kanë bërë një propozim të tillë, të ngrihen qendra votimi në të gjithë hapësirën ku ka shqiptar. Më mirë kanë thënë të qëndrojnë 20% pa votuar, por ata 80% që votojnë të ketë votim korrekt, mos të vej kryefamiljari në shkëmbim të një paraje të marrë gjithë zarfat e familjes e t'ia çojë individi, por kanë propozuar administratë zgjedhore me mësues të shteteve të tyre. Shqiptarët e din gjuhën e vendit ku jetojnë atje, të italishtën, greqishtën, gjermanishten,
dhe të bëj një proces i rregullt me qendra votimi, të ngriej po themi 200, 300, 500 qendra votimi. Ky propozim nuk u pranua. Ishte mundshme kjo? Kjo ishte patjetër mundshme. Po pse nuk u pranua? Sepse nuk ka se si Edi Rama të tjetërsoj votën dhe nuk ka se si kjo marrëdhënie dy palçe sot PD-PS që mbaj njëra tjetrën duke ndryshuar dhe kodin zgjedhor të ishte ndryshe. Nëse do duhej opozita të fitonte votat e emigrantëve, nuk do duhet të lejonte votimin me post jashtë çdo lloj kontrolli dhe monitorimi. Emigrantët sot po thonë, nëse diskuton me ta, ne kemi patur raste dhe publike janë bërë për portale të ndryshme, ku përfaqësues së qeverisë shkojnë, kapin individin kryesor të familjeve atje, apo një sipërmarrës shqiptar, i premtojnë ata e din çfarë dhe i kërkojnë në këmbim zarfet e familjarëve apo punonjësve të tyre. Kur kjo gjë ndodh këtu në Shqipëri, ku vota ka një proces që monitorohet rreptësisht, imagjino ç'mund të ndodhi ku nuk monitorohet fare. Kush e u ka thënë këto? Ju. Po që po thoni tani? Këto janë denoncime që ju kanë ardhur? Apo ju janë shprehur edhe nga vetë emigrantët në takimet që keni zhvilluar me ta? E para janë denoncime publike. Janë denoncime publike. E dyta janë denoncime personale të individëve të cilët janë kapur nga përfaqësues të qeverisë. E treta janë rekomandimet e ndërkombëtarëve të cilët thonë e zezmit bardh nuk mund të lihet vota e emigrantëve shqiptar në një formë të tillë sepse është lehtësisht e manipulueshme. Ne nuk jemi Suedi, nuk jemi Zvicër që nuk ka nevoja ekonomike. Emigrantët shqiptar punojnë gjithë ditën në një punë të ndershme për të mbajtur familjet e tyre dhe presioni i lartë i qeverisë, qoftë me legalizime, qoftë me presione e vende pune etj etj, është indikueshëm në një stres sociale që ka probleme ekonomike sot. Ndaj, ajo që rekomandohet në raste të ngjashme është votimi në qendra votimi i monitorueshëm. Ju i keni takuar vetë emigrantët dhe a ju kanë shprehur mbështetje ata apo ende s'keni shkuar aty? Shiko, ne kemi bërë takime të cilat kanë qenë takime jo nëpër masa sepse dhe mundësit janë të kufizuara. Madje do ishte mirë që këto subjekte të cilat organizojnë takime të mëdha të bëjnë deklarimin ku i gjejnë këto fonde, që organizojnë një takim të tillë. Sot nuk ka, deri më sot nuk ka. Unë shpresoj që dhe besoj që SPAK të vijoj rrugën e tij në monitorimin e procesit zgjedhor për të evidentuar raste të shqipblerjes së votës, raste të presioneve ndaj votuesve dhe raste të abuzimit me fondet publike. Dhe ne kemi parë se si përfaqësues të qeverisë shkojnë me fonde publike në jashtë Shqipërisë tek emigrantët. Kishim rastin e takimit të kryeministrit në Athinë. Ju e pat rastin e Fierit, një televizion e nxori e publikoi që drejtues në institucion publik në Fier kishte marrë makinat e institucionit, kishte marrë punonjësit e institucionit dhe kishte shkuar në Athinë për të duartokritur kryeministrin që duartoket kudo që ai shkon në Shqipëri. Pra në këtë kontekst nuk mundet të abuzohet kështu me fondet publike. Emigrantët, unë di një gjë sot, që qytetarët shqiptar janë të lodhur nga politika e vjetër. Kur them politika e vjetër, nuk e kam në moshë, e kam në mendim, e kam në reagime. Dhe sot qytetarët shqiptar kërkojnë një politikë ndryshe. Kjo më rezulton mua nga anketimet apo nga po themi sondazhet që ne bëjmë, që 10 shqiptar 7 prej tyre janë të lodhur nga kjo lloj politike. Pastaj se si do votojnë ata, tu hyn shumë faktor. Hyn presioni nga mazhoranca, hyn presioni nga grupet kriminale, mund të kenë një shtëpi për legalizim, mund të kenë një biznes që të kenë taksidarët te koka, mund të kenë detyrime të tjera të cilët po themi janë i këndzën ngushtë, por sot nëse i lexon mendjen një qytetar shqiptar, nga sondazhet, po themi që janë bërë, nga 10 qytetarë shqiptar, 7 nuk e duan më klasën e vjetër politike. Ju jeni shumë aktiv në rrjetet sociale, keni qenë kur ishi deputet dhe jeni aktualisht, por dhe tashmë që jeni kandidat për deputet. Më ka tërhequr vëmendjen një video e fundit që ju keni publikuar në rrjetet tuaja sociale, e ndjekim dhe e komentojmë pak. Si mendoni ju? Shikoj për vjen, shikoj. Si mendoni ju?
do t'i jepin tërheqja e kapitaleve të Shqipërisë, se më thanë që je profesor ekonomie. Zoli. E folet sikur po ndaje delet përpara gostisë. Përgjigjen e more në moment, po sa për i kujtes? Zoti kryeministër, nëse keni për këshilltar një mësues anglisht e jem, nuk e bën dot dallimin midis stanit dhe ekonomisë. Se të duket instrumenti financiar si dele, siç të duket dhe shqiptarët në fakt. Jo është turp. Që ta bëjmë këtë gjë? Jo është turp. Se tjetëri burri huaj e thotë jam profesor ekonomie. Apo jo, unë jam thjesht një piktor. Ashtu si thua ti është në fakt. Unë profesor ekonomie dhe ti piktor. Po shikoni vazhdimisht. Kështu që kur të dëshironi publikisht apo privatisht, vite ju bëj një leksion për ekonominë. Siç ju kam bërë fatmirësisht shumë studentë gjithë këto vite. Ku pjesën më të madhe ju a them me mbiemër të ngelsave i keni drejtues sot. Dhe ndajnë, kjo gjuhë ndarjes së deleve, ndajnë parat e taksapaguzëve shqiptarë. Profesori këtu tha, e keni marrë, tha, eurobondin e hupa, pajzor. E hupe në fakt e hupe, por shqiptarët nuk kam se të mbasin në. I bukur montazhi. Shiko, në këto vite në Parlamentin Shqiptar jam munduar të diskutoj çdo problematikë që ka patur vetëm qarku i Vlorës, por dhe ekonomia në tërësi, sepse jam ekonomist profesion. Por nga ana tjetër nuk mund të lë pa përmendur faktet e denoncimeve zyrtare në institucionet e drejtësisë. Po të googloni shumë e thjesht, kam denoncuar tunelin e Llogaras me fakte, me prova. Kam denoncuar Olta Xhaçkën, kam denoncuar Gaspajën, kam denoncuar Damian Gjiknurin, kam denoncuar Belinda Ballukun dhe unë jam i qetë që në rrugtimin tim në Parlamentin Shqiptar, jo vetëm nga koha e foljes së paku në 2 sesionet e para parlamentare, sepse më pas pati dhe problematikat ku një pjesë e mirë nuk u zhvillohej, jo online, nga bllokimi që i ndodhi Parlamentit Shqiptar, dhe kjo është fatkeqësi që aty ku duhet të flitet bllokohet, dhe pikpyetjet e mia pse bllokohet pikërisht në momentin kur diskutohet buxheti, por kam ngritur zërin e qytetarëve duke qenë deputeti i 4 në 140 deputet për nga minutazhi i foljes. Sa jep media, kur them media jo ju këtu se unë këtu e kam patur derën e hapur dhe falenderoj për këtë gjë, por media kombëtare se sa e transmeton, kjo është pastaj gjë tjetër, sepse është pikërisht ky kryeministër që menaxhon këtë do të quaj opozit, këtë do të shfaqet tek njerëzit dhe këtë do ta ketë në orë ta krijë. Kështu që në këtë kontekst unë jam i qetë me veten time për rrugtimin që kam bërë. Keni ndonjë peng nga ky rrugtim si deputet? Peng, shko, njeriu në jetë mund të ketë keqardhje për gjërat që ndodhin apo nuk ndodhin, po pengje nuk kam. Në fakt po të kisha pengje qasja ime ndoshta do ishte ndryshe, keqardhje kam pafund, kam keqardhje kur shikoja kolegët e mi se si në momentin më të rëndësishëm ku ne do duhet të flisnim bllokoi foltorja e parlamentit. Ishte keqardhje kur ky kryeministër me cilin debatova nuk vinte kur në Parlamentin Shqiptar, mund të jenë rastet e ralla, një kryeministër që nuk vjen të ballafaqohet me të vërtetën, një kryeministër që nuk vjen të diskutojë, një kryeministër që nuk vjen të dëgjojë mendimet e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, nuk meriton të jetë kryeministër. Nga ana tjetër, keqardhje shikoja edhe me shumë kolegë që qëndronin 5 minuta në parlament, bënin diskutim dhe iknin. Ndoshta nga jashtë duket sikur janë dhe kanë qenë të angazhuar, por në realitet është keqardhje. Si është debatosh me kryeministrin? Jo të gjithë deputetët e opozitës është ta bëjnë në fakt. Zhja me thjesht në botë, unë kam debatuar. Pavarësisht se detyra e tyre ajo është, po që e para ai nuk jep mundësi të debatojë se nuk është aty, nuk vjen. Domethënë, unë kam kërkuar 4 interpelanca me të për po themi problematika të ndryshme dhe ai nuk ka ardhur, ka deleguar në atë kohë Elisa Spirotpalin si ministre e shtetit apo dikë tjetër më pas. Por është gjë më thjesht besojnë debatosh me kryeministrin, sepse kryeministri nuk ka argumenta për të mbrojtur punën e tij. Ka një Shqipëri të boshatisur, ka krimin organizuar në kulmin e vet,
ka probleme me të rënda, me korupcionin. Një individ që gjithë ekip, apo shumica ekipit ti, shkon para drejtësisë, do të thotë o je i paaft për të zgjedhur ekipin tënd, ose ti je pjesë me ta. Unë e kuptoj që në 100 veta, apo në 1000 veta mund të kesh 1, 2, 3, 4, ja 5, ja 10. Por nuk mund të jetë shumica dërmuese probleme me drejtësinë. Ju shikoni gjithë ministrat e tij, janë sot ose në ndjekje penale, ose në nëhetim, ose të përfolur për afera korruptiv, dhe mbi të gjitha xhepat e qytetarëve shqiptar janë treguesi më i mirë i kësaj qeverisje. Nëse sot qytetarët shqiptar kanë më shumë halle dhe probleme, është fal kësaj qeverisje. Nëse ne dalim sot në rrugët e Vlorës dhe pyesim, keni ju sot më tepër para, më tepër mirëqenie se sa 2, 3, 5, 10 vite më parë, unë besoj që jo, nuk kanë. Sot është rritur kosto jetesës. Sot një çift i ri nuk blen dot një shtëpi. Nuk blen dot një shtëpi, ka mbajtur çmimet e apartamenteve jashtë çdo lloj norme dhe jashtë çdo lloj realiteti. Një çift i ri me një pagë ta quajmë të mirë, një pagë 1 milion lekë sot është një pagë shumë e mirë në qytetin e Vlorës. Pra, merr dy të rinj që bashkëjetojnë apo që kërkojnë të krijojnë familje bashkë, e kanë pamundur të blejnë një apartament, se kanë shkuar 1.000, 1.500, 2.000 apo 3.000 euro metri katror. Kështu që në këtë kontekst, a është jeta e qytetarit vlonjat më e mirë se çka qenë përpara? A kemi ne standarde në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, në siguri? Nuk kemi. A marrim ne shërbime sot në kohë? A marrim ne shërbime sot nga bashkia, nga hipoteka, nga të gjithë institucionet në kohë? Sa është dëngu i përgjigjeve dhe ankesave të pakthyer në institucionet publike? Kështu që në këtë kontekst e majta shqiptare, fatkeqësisht kjo qeveri, se s'do të them e majta sepse duket sikur po themi po flas kjo qeveri, sepse kjo nuk përfaqëson as të majtën tashmë, kjo përfaqëson një grup interesi individësh të cilët janë klientel e kësaj qeverie, janë njerëz të kësaj qeverie. Sot shikoni tenderat kush i fiton. Mjafton të hapni kush janë fituesët e tenderave, jo vetëm në Vlorë, por marr në rang kombëtar, do të shikoni që paraja xhiron në rreth 3-4 individë. Kjo nuk është normale, kjo nuk është e drejtë. Kjo nuk është e drejtë që një firme apo një supermarket nga qyteti i Vlorës mos t'i jepet mundësi të garojë, por vinë nga kompani të ndryshme dhe punojnë në Vlorë dhe me kosto më të lartë, siç ishte rasti i tunelit të Llogaras. Çfarë keni denoncuar ju në Parlamentin shqiptar nga qarku i Vlorës, ku keni kërkuar llogarilënie, por keni kërkuar gjithashtu edhe të merren masa apo të përmirësohet jetesa e qytetarëve? Unë e them me krenari që mund të bëni verifikimet që jam i vetmi deputet i qarkut Vlorës që kam rastet cilat unë i kam denoncuar janë sot në netim nga Spaku. Dhe kjo është, nuk është në një merit. Jeni pyetur nga Spaku? Kjo është, jo, nuk jam pyetur. Kjo është jo merit, kjo është të kesh guxim të flasësh të vërtetën. Fatkeqësisht ka individ afër apo pjesë të opozitës që ose nuk kanë guxuar, ose ndajnë biznese dhe marrin tendera familjar të tyre ndaj në këtë qeveri. Kjo verifikohet shumë kollaj, por unë nuk jam sot këtu për të folur për atë që nuk kanë bërë kolegë caktuar, jam këtu dhe njerë për t'ju thënë qytetarëve vlonjat dhe për t'i parë në sy që në datën 11 maj të jenë të kujdesshëm për ta çarë këtë sistem, për mos të mbajtur më një klasë të vjetër politike. Ka individ të ndershëm, korrekt, të mirë shumë në opozitën shqiptare. Patjetër. Dhe Partia Demokratike ku unë kam qenë pjesë ka plot demokrat, qoftë strukturash, qoftë qytetar, qoftë drejtues saktuar që janë njerëz me vlera. Por fakti që nuk i lën, nuk e hapet gara reale. Unë do doje që drejtuesit kryesor ose më saktë leadershipi i Partisë Demokratike të garonte në listë hapur. Pse kanë frikë nga vota? Pse kanë frikë ta ballafaqojnë emrin e tyre me votën e qytetarëve? Pse nuk dalin dhe të garojnë? Pse duhet të fshihen? Pse madje sot as emri i atyre individëve që janë në listë të mbyllur nuk do të marrin votën e qytetarëve? Dhe kjo është fatkeqësi.
Kjo është fatesi, qoftë edhe një vot, nëse Arbi Agalliu merr votën e tij, unë jam ballë lart sepse guxova dhe guxoj të dal në një garë. Pastaj humbet fiton, dinjiteti tregohet të kesh trimërim, burërin dhe po themi ndershmërin të garosh ballë për ballë. Të fshihesh, e tham në fillim të diskutimit, mund ta kisha shumë të lehtë personalisht që në fillim të kisha kapur një cep aty dhe të vegjetoja, por jo. Jam mësuar të përballem dhe të them me zë të lartë ato që unë mendoj që nuk shkojnë. Dhe flasim pak tani për djathtas për zhvillim dhe djathtas 1912. Cili është programi? Pra ju thatë se Shqipëria ka nevojë për një politik të re. A e përmbushni ju këtë gjë? Shiko, unë dhe tek më përpara kam qenë sekretar për programin në atë Parti Demokratike që ishte. Dhe që është dhe sot? Dhe s'ka ikur Partia Demokratike, aty është? Absolutisht aty është, por për mua ka bër pak mbrapa, sepse nuk pranon garën. Nuk pranon garën. Ajo parti, shko, Partia Socialiste, ne dim shumë mirë që është një parti që vjedh, që masakron, që denigron, që e mban me krim pushtetin etj etj. Por mua më dhëmb ajo që unë përfaqësoj dhe ajo ai ka nga cili unë vi. Dhe është keqardhje ku unë shikoj që pikërisht ai subjekt që duhet të bënte luftë për të patur një garë, ai subjekt propozoi listat e mbyllura. Nuk ishte Damian Gjiknuri që propozoi listat e mbyllura, ishte Oerd Bylukbashi që propozoi listat e mbyllura. Dhe në këtë fakt, në këtë situatë, nuk kam keqardhje. Ndërkohë duhet të ishte e kundërta. Ti deskreditonim dhe ti vendosnim përpara qytetarëve të gjithë këta që kërkojnë vota, majta, sepse vjen, po themi, Çuçi që lidh me Vlorën, e sjellin të parin e Vlorës këtu. Edhe e mbyllin dhe e vendosin edhe të parin atje. Të dalit të ballafaqohet me votë. Pra, në këtë kontekst, ti do duhet të bëje si subjekt, të bëje gjithë përpjekjet për ta hapur garën, për t'i vendosur njerëzit në garë. Dhe pse mendoni se Bylukbashi zgjodhi këtë gjë, listën e mbyllur? Se do pyesësh atë pse? Ndoshta kanë frikë të ballafaqohen, po të ishte, nuk di arsye tjetër. Një njeri që kërkon garë. Një njeri që nuk kërkon garë, do të fshihet. Megjithatë ju ishit pjesë e Partisë Demokratike në atë kohë. Apo jo? Jo. Nuk ishit. Unë kam dhënë dorëheqje nga Partia Demokratike, kur logo dhe vula kaloi aty ku unë nuk e mendoja, nuk e besoja. Dhe fatkeqësisht kjo është edhe arsyeja pse nuk u ndava, ose më saktë u troqa dhe nga Zoti Basha, sepse Zoti Basha sot është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike me kryetar Zotin Berisha dhe kryetar grupi Zotin Bardhi. Pra një njeri që kërkon një betejë dhe nuk është dakord, s'mund të qëndrojë aty. Është mashtrim ndaj vetes. Një njeri që kërkon jetë një alternativë, s'mund të jetë pjesë e asaj gjëje. Ku gaboi Zoti Basha? Shiko, ku gaboi Zoti Basha, unë nuk di të them, ose më saktë di shumë të them aty apo këtu, por unë Zoti Basha si uroj suksese në këto zgjedhje dhe kujdo individi tjetër që garon, nëse ka një garë të ndershme, por do doja të mirë të përgjegjësitë që nuk i mori. Kjo është ajo keqardhja. I ruani komunikimet me Zotin Basha? Po patjetër, s'ka ndonjë. Unë shko Ermal, unë jam tip që nuk kam problem të takohem, të dal fotografi, të përshëndetem me askënd. Madje shpeshherë kanë nxjerrë foto majta se djatha sikur ç'kam bërë. Problemi është si voton në parlament. Unë nuk kam bashkuar votat asnjëherë në 4 vite me Partinë Socialiste. I ka bashkuar Partia Demokratike, deputetët e Partisë Demokratike sot. I kanë bashkuar. Dhe kishin mundësinë e artë ta shpëtonin Shqipërinë. Gjykata kushtetuese hoqi hersin, hapi listat. Dhe është keqardhje që shkuam dhe i mbyllëm listat. Po për të kthyer tek pyetja që bëre, çfarë programi kemi? Së pari ne garojmë që kjo mazhorancë mos të shkojë 71 mandate, 71 deputet. Dhe nuk duam që asnjë vot e qytetarëve shqiptar të jetë e lirë. Pra ata qytetarë të cilët nuk besojnë as tek kjo mazhorancë, nuk besojnë as tek subjekte të tjera politike, të kenë një alternativë ku të hedhin votën e tyre. Dhe
qënia në listën apo në fletën e votimit është një alternativë për çdo qytetar që mendon ndryshe nga partitë e tjera. Dhe kjo është gjëja e parë. Pra, le të themi ai objektivi ynë është pikërisht ky, mos të lëmë votë të lirë që të shkojë tek e majta, të shkojë tek të japi mundësinë Edi Ramës të marrë 71 mandate. Cilat janë kolonat bazë të programit tonë. Po s'pari, ne duke përfaqësuar një frymë të djathtë, ka të bëj me të drejtën e veç lirisë së fjalës, është drejta e pronës. Fatkeqësisht në 35 vite tranzicion nuk u zgjidh kurrë. Kemi bërë një propozim se si zgjidhet për 7 vite. E dyta është ajo që quhet qeveria e vogël apo shteti i vogël. Ne propozojmë sot 10 ministri dhe 150 institucione. Sot janë mbi 800 e ca institucione. Partia Socialiste mori pushtetin në 2013 me rreth 80-82.000 punonjës në administratën publike. Ndërkohë sot Ermali janë rreth 190.000 punonjës në administratën publike. Ndërkohë, për kuriozitet, Slovenia, vendi i Bashkimit Evropian, me 2.5 milion banor, ka 45.000 punonjës. Pra Shqipëria ka disa herë më shumë se Slovenia. Çfarë janë këta? Kur nga ana tjetër kryeministri thotë që kemi digitalizuar sistemin, kemi futur e-Albania, kemi e-sportelet nga hipoteka, kemi e-sportelet andej, kemi e-sportelet këtej. Kur ti ke e-sportele, logjikisht do të ulet dhe numri i punësuarve, sepse ke rritur performancën elektronike. Por çfarë ndodh në Shqipëri është shumë fishuar. Atëre këta për mua nuk janë gjë tjetër veçse patronazhist, njerëz të cilët ju jepet ajo pagë në këmbim të votës një në 4 vjet. Dhe unë i bëj thirrje qoftë prokurorisë, qoftë KLSH-s, qoftë SPAK-ut, të hetojnë institucionet se si është numri të punësuarve në raport me nevojat që ka. Kush shkon në punë dhe kush nuk shkon normal. Sot qyteti i Vlorës e di që institucione si OSHE-ja, si ujësjellsi apo dhe institucione të tjera kanë individ që nuk shkojnë asnjë ditë në punë. Ne kemi bërë kallëzim atëherë në prokurorinë e Vlorës në 2021 kur u bë si batutë në Vlorë që çdo shtyll ishte një elektricist, sepse u punësuan njerëz, i mbajtën 3 muaj sa për ato zgjedhje dhe pastaj i hoqën. Ndaj ne propozojmë 10 ministri, 150 institucione, duke rritur pagat për administratën publike, duke ju dhënë dinjitet atyre dhe duke forcuar eficiencën. Ndërkohë, patjetër kemi program për bujqësinë, sepse jemi i vetmi vend në Europë ku kërkojmë të rrisim turizmin, por çedojmë tek bujqësia dhe tek peshkimi. Nëse ne do duhet të rrisim turizmin, ai turist italian që vjen nuk vjen këtu as për mozzarellën, as për bira Peroni, po themi. Ai vjen këtu për produkte shqiptare, ai do të provoj mishin shqiptar, do të provoj perimet shqiptare, do të provoj po themi gjëra tradicionale të qytetit Vlorës. Dhe Vlora është një qytet i jashtëzakonshëm që ke mundësi të zhvillosh turizmin patjetër, po 12 muaj viti të zhvillosh bujqësinë, të zhvillosh peshkimin. Është një trekënd që jashtëzakonshëm Vlorë, Gjirokastër, Sarand, që do duhet të jetë si një pol në gjithë Shqipërinë për të zhvilluar, po themi, turizëm dhe elitar, ke histori në këto treva, ke vende jashtëzakonisht të bukura në këto treva, por çfarë ndodh sot? Ne kemi modelin që la Frida Krivca tek bujqësia. Fondet e IZHBR-s u bllokuan sepse vidheshin nga kjo qeveri. Patjetër për të rinjt është një element tjetër shumë i rëndësishëm duke krijuar pole për t'i mbajtur të rinjt në Shqipëri. Sot po boshatisen normal, unë e kam eksperiencë personale në auditor në vitin 2008, 2009, 2010, në këto vitet po themi ku unë isha në fillimet e mia në mësimdhënie, klasat kanë qenë me 70, 80, 100, 120 veta auditori. Sot, unë jam i lumtur po pata 10-15 veta në klasë. Pra, shikojmë që vendi po të kuret. Në bizneset e Vlorës shikoni shumë individ të ardhur nga shtete të tjera që punojnë. Shumë mirë do ketë, siç kemi lëvizur dhe ne, por ama pse po largohen të rinjt lënjat? A ka ky qytet sot një mundësi për t'i mbajtur ata këtu? Çfarë ndodh në qytet mbas orarit të punës? Të jep qyteti mundësi të argëtohesh,
të rritesh profesionalisht, të zhvillosh biznesit tënd, kështu që në qytet që i ofron të rinjve vetëm kafe. Vetëm kafe. Nuk ke një qendër kulturore reale, nuk ke një kinema reale, është një sallë atje që merret me qira kur ka ndonjë aktivitet apo ndonjë film privat. Kështu që në këtë kontekst të rinjt do duhet të shtyhen me idenë e krijimit të ardhmës së tyre këtu në këtë vend, duke ofruar një paketë fiskale shumë të ulët për ta, duke ofruar mbështetje financiare, subvencione, duke bërë një network lidhjesh midis tregut punës dhe të rinjve. Kështu që ka një sër elementësh, por thash, thelbi është ky, që qytetarët vlonjat, nëse janë të pakënaqur sot nga kjo mazhorancë, nëse e ndjejnë që janë më keq nga pikpamja e jetesës, kushteve, jo vetëm financiare, por në të gjitha drejtimet, të kenë mundësinë të zgjedhin një alternativë. Unë ju bëjthire nuk ka rëndësi në fund të ditës do votojnë Arbin apo do votojnë këdo subjekt tjetër që nuk ka lidhje me këtë mazhorancë. Sot është një emergjencë kombëtare të çahet sistemi, sepse dy partitë e mëdha fatkeqësisht kanë shtërnguar duar dhe kanë mbyllur sistemin, nuk kanë lënë hapësira. Kërkojnë ta mbajnë tortën të gjithën për vete. Po i takoni qytetarët dhe bizneset dhe çfarë kanë më shumë ata si problem që unë jam në përditshmëri në takim me qytetarë, me grupe interesi, ajo që vjet re është frikë ermal. Kanë frikë të deklarohen, kanë frikë të publikohen, por çfarë vuajnë ata? Vuajnë mungesën e tregut, mungesën e një tregut lirë e para dhe mungesën e fuqisë blerëse. Sot shtresa e mesme në Shqipëri është masakruar. Ne kemi në këto 5 vitet e fundit një numër masiv të larguar nga Shqipëria si mjek, inxhinier, infermier, mësues. Nuk ikën më ai, le të themi, individi pa kualifikuar që thot unë hamallin do bëj në Vlorë, po vetë do bëj hamallin në Itali. Sot po ikin dhe po kërkojnë të iki shtresa e mesme, kërkojnë të ikin infermier. Mua më vinë në universitetin ku unë jap mësim, ka një deg infermierie dhe bëjnë një lëndë hyrje në ekonomi në vitin e parë. Ata student atje më thonë, Arbi, profesor, ne futemi për të bërë infermierin vetëm për të ikur në Gjermani. Dhe është për të ardhur keq. Çfarë do duhet të bëjmë ne? Shumë e thjeshtë. Të kthejmë dignitetin dhe të kthejmë mundësinë që këta të rinj të qëndrojnë këtu. Dhe kanë frikë të deklarohen. Janë të monitoruar dhe duke goditur të shtresën e mesme sot në qytet, gjithë bizneset kanë mungesë likuiditeti, nuk qarkullon kapitali. Sot në ekonomi, qarkullimin e kapitalit e bën shtresa e mesme. Është një mësues, një mjek, një inxhinier që do vej të blej 2 rroba, do vej të hajë një drek, do dalë një shëtitje me familjen, do marri karburant, një pi karburanti, pra është pikërisht kjo shtresë që qarkullon paran. Shumë të pasurit shpenzojnë jashtë Shqipërie, qoftë për pushime, qoftë për veshje, qoftë për argëtim, të varfrit janë barë e shoqërisë dhe nuk shpenzojnë, kështu që ajo shtresë si ngelet është pikërisht shtresa e mesme. Po çfarë bëri kjo qeveri? Ju vendosi të famshëm taks dhe tatim të stresës së mesme. Dhe një nga pikat e programit është 0 taks për këtë shtresë. Ne besojmë fort që kjo shtresë nëse arrin të paguaj vetëm kontributet dhe detyrimet shëndetësore shoqërore, nuk ka nevojë për taks tjetër, sepse kjo shtresë jo vetëm do të mbaj veten e vet dhe familjen e vet, por do të qarkulloj kapitalin në qytet. Janë stomatologët, janë ekspertët kontabël, janë avokatët, janë noterët, janë të gjithë ata që kanë një profesion të saktë, që njihen me profesionet e lira, me termin profesionet e lira apo profesionistët e lirë. Kështu që fatkeqësisht kjo qeveri i mbyti, i masakroi dhe këta kërkojnë të largohen. Kështu që kjo është ajo që e vuan sot tregu. Ju thotë se djathtas për zhvillim apo edhe partia djathtas 1912 ishin partia apo ishte një koalicion që u formua në mënyrë emergjente pas kësaj situate të krijuar. Kemi struktura në Vlorë, pra i keni ngritur strukturat në Vlorë, keni njerëz që ju mbështesin, keni antar, simpatizantë. Atëre, është e vërtet që paktën nëse LZHK-ja ka vite që është në jetën politike shqiptare, por subjekti jon, djathtas i 1912,
u krijua në një situatë jo të zakontë, një situatë ku ne do duhet kishte dy mundësi Ermal ku ndodhen ato trazira. Ose ne të bëheshim pjesë e të bashkoheshim me individ të cilët ne kishim ndarë pikpamje të ndryshme, ose të shkonim në shtëpi. Por në fakt ka njerëz qytetar janë të shumtë madje ata të cilët kërkonin dhe kërkojnë të përfaqësohen. Ndaj ne krijuam këtë lloj subjekti. Ju pyetët si është organizimi me strukturat apo më tej. Ne kemi vendosur që deri në përfundim të zgjedhjeve këtë subjekt ta drejtoj një ekip prej 7 individësh, ku është zoti Ali Bej, jam unë, zoti Kulluri, është zoti Rezat Këtupi, janë zonja të nderuara Eliselda Zoto e kështu me radhë. Ka një grup kolegës, siç është zonja Flutraçka që na ka mbështetur dhe na mbështet. Pra nuk ka një kryetar. Zoti Seladini, nuk ka një kryetar. Ke vendosur të jetë një kolegialitet deri në momentin e përfundimit të zgjedhjeve. Kjo për të qenë korrekt, për mos ia varr peshën në sukses apo në dështim një individi të vetëm. Me mbylljen e këtij procesi zgjedhor, Partia Djatha si 1912 do të shkojë në riorganizimin kapilar. Sot ne jemi duke punuar me t'i quajmë struktura, t'i quajmë ekipe, t'i quajmë, po themi, uralice në kushte të një emergjence. Të një emergjence, kjo është një emergjencë kombëtare. A mund të fitojë një koalicion dhe një parti në kushte emergjence? Shqipëria është në kushte emergjence. Dhe duke qenë Shqipëria në kushte emergjence, duke patur dhe duke parë një bashkim real de facto të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike në aktet më të mëdha, që është reforma zgjedhore, që është mbështetja e sistemit drejtësisë, patjetër që hapësira është jashtëzakonisht e madhe e njerëzve dhe individëve të pakënaqur. Unë ju përmenda pak më parë. Kështu që ajo që ne sot kërkojmë është pikërisht kjo, të mos shkojë ky kryeministër, kjo qeveri 71 mandate. Do të ishte fatale për vlonjatët, për Shqipërinë, që Partia Socialiste të merrte një mandat tjetër. Dhe ju synoni të merrni mandate deputetësh në kuvend në qarku i Vlorës? Ne sot synojmë të marrim deputet në disa qarqe, pavarësisht se kemi listat tona në të 12 qarqe. Si keni pritshmëritë? Por në disa qarqe patjetër që pretendojmë për të nxjerrë deputet. Pra do të jeni një parti parlamentare? Këtë e besojmë fort. Në Tiranë kemi veç të tjerës, kemi 3 kandidat të shkëlqyer, do ta mendojon. Kemi zotin Dasha Mishej, kemi zotin Ali Beaj, kemi zotin Ipsen Elezi, i cili ka qenë një peshë e madhe e të djathtës shqiptare që nga viti 1991. Kemi qarkun e Fierit, ku besojmë dhe kemi pritshmëri të larta. Kemi qarkun e Durrësit, ku po ashtu kemi pritshmëri. Mos të harrojmë qarkun e Korçës me drejtuesin, deputetin aktual, zotin Seladini Akullari, i cili është një mjek i suksesshëm në atë zonë. Po dhe qarku Vlorës për mua ka një listë me individ të cilët një ndërthurje midis të rinjve, të rejave dhe njerëzve me eksperiencë në politikë. Jeni ju? Jeni në listë të mbyllur apo? Jo, ne listë të mbyllur e kemi djegur Ermal. Ne kemi djegur dhe ne garojmë vetëm me lista hapur. Lista e mbyllur ishte një artific, po themi që ne e kaluam, ishte një pakt midis PS-s dhe PD-s për të siguruar ata individ që nuk duan të dalin të ballafaqohen me votën e qytetarëve. Tash edhe njerë, ata të cilët do duhen të jenë lidera, të jenë drejtues dhe të tregojnë se sa vlejnë, do duhet të dalin në listë të hapur dhe të ballafaqohen. Ne listën e mbyllur e dogjëm dhe po garojmë në listë të hapur. Dhe në listë të hapur kemi individë, zoti përmend zotin Kulluri, një i djathtë, një individ që ka patur një karrierë të gjatë në politikën shqiptare, po edhe në institucionet si drejtues në institucionet administratës publike, nuk është përfolur kur për afera korruptive. Kështu që në këtë kontekst ne besojmë tek lista e hapur, ne besojmë tek ballafaqimi
ballafaqimi me qytetarin. Keni një koment për listën e Partisë Demokratike? Do doja shumë në fakt që në listën e mbyllur të kishte përfaqësi po themi më qytetare të Vlorës. Do doja shumë që shoku im dhe miku im zoti Hoxha Tirdi ishte më lart, patjetër të ishte më lart. Nuk mund të jetë përfaqësues zoti Dule, i dyti në listën e mbyllur të qarkut Vlorës. Ndërkohë do duhet të ishte një djalë qytetar, një djalë Vlore. Ndaj për të më vjen keq. Dhe patjetër që aty ka njerëz me shumë vlera, ka njerëz të ndeshëm korrekt, por fatkeqësisht Zoti Hoxha është në atë numër që ishit ju, besoj, 4 vitën parë, te 4. Por 4, por zoti Hoxha dhe nuk besoj se Zoti Hoxha digjet apo? Zoti Hoxha është thash, unë do ta doja të ishte më lart, shumë më lart. Ka ndryshuar shumë normal, para 2021-shit kemi qenë shumë bashk, të gjithë bashk. Ishte pretendimi dhe perceptimi që Partia Demokratike do të vinte në pushtet dhe pati një angazhim maksimal. Sot, në fakt, për faj dhe përgjegjësi të drejt për drejt të leadershipit të Partisë Demokratike, i cili për mua shikon një interes të ngushtë dhe nuk e hap partinë, kam bërë që nga Partia Demokratike, nga e djata shqiptare të largohen individ dhe jo një, jo dy, po me dhjetra e me dhjetra. Djatas 12, djatë Euroatlantikët, mundësia, mendoni se këto LZK-ja, mendoni se këto do ta përçajnë apo e kanë përçarë Partinë Demokratike dhe do të ndikojnë në rezultat? Këto subjekte nuk gjetën përfaqësi të tyre ose nuk i përputhte bindja e tyre me atë çfarë Partia Demokratike ofronte. Dhe unë po ju a them, ju a thash, nuk mundet që një parti e cila do të vi në pushtet të sulmoj si organizat kriminale sistemin e drejtësisë që po dënon ta qeveritar. Pra, si mund t'i thuash spakut organizat terroriste kur të fut në burg Erion Veliajn? Si mund të thuash spakut organizat terroriste kur të ka hequr Arben Marlajn, më këtë Arben Ametaj, ndjes për profesorin. Pra, në këtë kontekst, e gjithë fryma e Partisë Demokratike është krijuar sikur ky subjekt do doj të shpëtoj disa individ për t'i mbajtur aty në listat e mbyllura. Dhe ju përmenda rastin tipik të Gjirokastrës, që nga 91 deri sot, i pari në listën e Gjirokastrës është Tritan Sheu. Po mirë, nuk ka Gjirokastra një djalë, një vajzë, mbas 35 vitesh prap, ky individ që nga Gjirokastrën e ka çuar dhe po të vështëre vetëm ka humbur Gjirokastra, vetëm ka humbur. Një deputet kanë nxjerrë gjithmonë. Zotin Shej gjithmonë. Pra, kur ti humbet, si mund të jesh më përfaqësues? Kur ti ke konsumuar pushtet, se nuk pranon të hapësh kran sepse ke një moshë 80 e kusur vjeç dhe të krijosh sinjoritetin, të krijosh një ekip sinjoriteti. Partia Demokratike sot ka patur dhe ka njerëz me shumë vlera të cilët do duhet të ishin të rreshtuar aty dhe të quhej grupi sinjoritetit për të mbështetur pjesën vitale, pjesën që nuk është e kapur, pjesën që nuk ka patur konsum e pushtetin më para dhe ta shtynte përpara të gjithë djatën shqiptare. Kjo nuk ndodhi. Ndaj dhe unë them që Partia Demokratike nuk do të mund ta marrë fatkeqësisht rezultatin e 2021-shit, sepse vetë mënyra se si po sillet dhe mënyra se si po qasin ndaj qytetarëve shqiptar, ndaj vlonjatëve, është e gabuara. Është e gabuar. Keni një koment për Partinë Socialiste për listën në qarkun e Vlorës? Ç'të përmendësh aty? Të përmendësh Gjiknurin, Damianin, të përmendësh Çuçin, çe lidh Çuçi me Vlorën? So flas individ, fare zero pes individ. Zero. Pse zotin Damian Gjiknuri e hoqe nga Vlora, e solle çojën në Elbasan, çova andej, e solle këtej, e hoqe atje, e bëre këtu. Pra, nuk i lë, je deputet i qarkut, do punosh si deputet i qarkut. Tash, zotin Çuçi, tash nuk më intereson fare si nuk e kam tek individi dhe personalja. Por çfarë e lidh Çuçi me Vlorën? Çfarë e lidh? Se do duhet të jetë një votus
i qarkut Vlorës të ketë përfaqësues një gjë që se lidh. Nuk e lidh as origjina, nuk e lidh as jeta politike, nuk e lidh as aktiviteti privat, nuk e lidh as, nuk e di çfarë e lidh. Kështu që në këtë kontekst unë nuk s'kam fare të komentoj, por në fakt e Majta bëri një lëvizje ku shumicën ndërmuese të ekipit të vjetër, ky kryeminist i cili duhet të ikë vet, i hoqi nga lista dhe i zënçoi me figura të reja të pa konsumuara, po themi. Dhe kjo do të jetë një lloj karemi për ata qytetarët gri që në fund të ditës unë bëj thirrje të mos gënjehen kush është në listë në atë parti, sepse aty është Edi Rama. Dhe që besoni se këta që janë gri do të votojnë ju? Unë besoj fort që shtresa gri do duhet të gjej guximin e para të përballoj presionin për tjetërsimin e votës dhe dyta të votoj atë subjekt që ata mendojnë. Unë besoj që subjekti djathtas për zhvillim numri 9 është një alternativë shumë e mirë. Pse është alternativë shumë e mirë? Sepse e para mbron 3 shtylla kryesore të zhvillimit të Shqipërisë, që është sistemi i drejtësisë i cili do të japi fund tranzicionit politik shqiptar, është orientimi i qartë perëndimor i vendit, është edhe gara në një kod zgjedhor me listë të hapur. Këto janë 3 element bazë për një vend si Shqipëria, një vend i vogël, një Ballkan i cili shpeshherë zien nga konfliktet gjeopolitike, do duhet të përfaqësojnë shtetin shqiptar. Ndërkohë, po të kalojmë akoma më në brendësi, të shikojmë, nuk kemi individ të cilët lidhen me të shkuarën korruptive, nuk kemi individ të cilët ka bashkuar votat me këtë mazhorancë, nuk kemi individ të cilët kanë halle personale. Dalim sot në qytetin e Vlorës në këmbë, kokën lart dhe ballafaqohemi me qytetarët. Janë qytetarët pasaj që do të vendosin, por mos të harrojmë që kjo mazhorancë në dijenin time personale po ushtron të gjithë po themi presionin ndaj qytetarëve për të tjetërsuar votën. Kështu që si do e mbroni ju votën kur ju nuk keni as vëzhgues? Shiko, nëse e keni, po themi, informacion, tjetërsimi dhe vjedhja e votës është kthyer automatikisht në vepër penale. Dhe ne është e vërtetë që nuk kemi numërues. Pra, u mbroj ligji. Po thoni që u mbroj spaku. Ne është e vërtetë që nuk kemi numërues, por ne aty ku dyshojmë, do të kërkojmë hapjen e çdo kutie dhe të gjithë ata numërues që kanë firmosur proces verbal për një kuti dhe rezultati brenda kutisë me atë që shkruan proces verbal ndryshon, kanë përgjegjësi penale dhe është vepër penale e cila dënohet minimalisht 2 vite. Kështu që ne do të ndjekim gjithë hapat ligjore, por besoj shumë tek vullneti i qytetarëve të Vlorës. Dhe pse duhet votojnë qytetarët e qarkut të Vlorës Arbi Agalliun dhe djathtas për zhvillim? Sepse qoftë personalisht, por qoftë ky ekip, tash nuk ka asnjë peng e kaluara, s'ka asnjë problem me drejtsinë shqiptare, përkundazi mbështet drejtsinë shqiptare, harxhon dhe ka harxhuar kohë institucionale për qytetarët e Vlorës. Tash janë sot 4 ministra dhe ish-ministra në drejtësi, të cilët para drejtësisë, të cilët i kam denoncuar personalisht dhe besojmë tek një lloj ekipi që bazohet tek disa parime dhe këtë kemi treguar me votë, së paku me votë në Parlamentin shqiptar. Nuk ka asnjë rast ku Arbi Agalliu të ketë bashkuar votat me Partinë Socialiste për pjesë të që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore, me ligjin po themi të intimidosh spakun duke krijuar një komision, të krijosh amnisti penale kështu me radhë. Vota hiq ligje të cilat kanë qenë ligje për sa i përket integrimit të bashkimit në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, ku historikisht që dhe ku ishte Partia Demokratike në pushtet votoheshin nga të gjithë aktorët politikë të Parlamentit shqiptar, sepse janë ligje që janë le të themi përputhshmërie, çdo gjë tjetër ka qenë vot kundër kësaj qeverie. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju Ermal për kohën dhe kënaqësi të rikthehem në studion tuaj. Dhe ju mirëpresim sërish gjatë fushatës. Faleminderit.
Shikues të nderuar, zhvilluam një bisedë në studio me kandidatin e djathtas për zhvillim Arbi Agalliu. Unë ju rikujtoj edhe një herë se emisioni Fokus, duke nisur nga kjo e martë, rikthehet 2 herë në javë, nisur edhe nga kërkesat e subjekteve politike, por edhe kandidatëve për deputet për të ardhur këtu dhe për të shpalosur pikërisht programet e tyre dhe alternativat. Bashkë miru takofshim te njëjtën mbrëma.